Përshëndetje. Në teori vaktet familjare duhet të jenë koha e shenjtë, një tryezë e mbushur me ushqim, dashuri dhe ngrohtësi. Në praktik, shpesh janë një version i butë i një reality show, të jetës sonë dramatike dhe dialogje të tipit nuk e hak të supë se më është neveritur. Po të mos e hash, do ashtë do një nga to gjellët e djeshme. Sa herë të them mos e sill telefonin kur jemi në tryezë për të ngrënë. Po ti vetë ke telefonin me vete. Shkurt, një shfaqje e vogël teatrale ku çdo antar i familjes ka rolin e tij. Njeriu që gatuan dhe ndihet i pa dukshëm, adoleshenti që do të ikë në dhomën e tij, babai që provon të ruaj autoritetin dhe fëmia i vogël që ka vendosur të hajë vetëm bukë me ketchup. Po pse? Pse vallë pikërisht në këto momente kaq simbolike të shenjta dalin në pa tensione, kritika, sarkazma dhe ndonjëherë ndonjë lugë që përplaset pak më fort se ç'duhet në tryezë. E para është se tryeza është si fushbetej për dashurinë dhe vëmendjen. Thonë se ushqimi është dashuri, por dhe arena ku dashuria testohet. Mamaja që ka gatuar me orë të tëra, pret të dëgjoj një faleminderit ose të lumshin duart, një shumë mirë e ke bërë, po në vend të kësaj dëgjon, e ke bërë shumë të kripur, nuk futet në gojë. Po pse nuk bëre atë pjatën time që ke parasysh që mua më pëlqen? Dhe rezultati, një shpërthim emocional, që nuk ka të bëjë me kripën, por me ndjenjën se askush nuk vlerëson mendimin e saj. Kjo nuk është vetëm për nënat, por dhe për baballarët. Ndihen të përjashtuar kur përmendet ushqimi i gjyshes. Ishte më i mirë se ai i shtëpisë. Dhe cili është kuptimi psikologjik? Një nevojë për vëmendje, vlerësim dhe një ndjenjë e fshehur. A më sheh njeriu mua në këtë shtëpi? E dyta, kur bateritë janë sprazur, ashtu si dhe njerëzit. Shumica e grinive ndodhi në darkë, jo rastësisht. Atëherë kur lodhja e ditës është e grumbulluar, kur truri kërkon qetësi dhe dikush guxon të thotë, pse gjithkohës me nerva? Bum, nervat shpërthejnë këtu tani. Nuk mund të mbajnë më. Kur një njeri është i lodhur, çdo gjë i duket si një sulm. Dhe fakti që dikush zgjodhi të ul grilat apo të mbyll perdet, më herët, mund të përkthehet, po më merr ajrin e dhomës, po më mbyt. Kur nuk flet gjatë ditës, darka bëhet vendi ku nxiren të gjitha këto, të cilat janë grumbulluar. S'ke bërë asgjë gjithë ditën. Po ti vetë çfarë ke bërë? Po pse çdo ditë gatuan makarona? Pra, gjëra nga më të ndryshmet. E tretë do të thosha trashëgimia familjare. Si ham, ashtu grindemi. Nëse je rritur në një shtëpi ku tryeza ishte vend ku ndodhin diskutimet më të nxehta, ka shumë gjasa që ta përsërisësh të njëjtin model. Jo sepse do, por sepse është brendësuar mendimi. Tryeza baraz vendi ku flasim çfarë kemi për brenda. Disa njerëz mendojnë se nuk ka vend më të mirë për të grindur për çështjet e mëdha, sesa midis supës edhe biftekut. Sa herë do të ta them që po harxhon shumë para? Pyetje kjo. Pse nuk i ndihmon fëmijët për të bërë detyrat? Po ti ku vetë ashtu? Me këtë stil flokësh ku më del mua? Edhe bën në darkë këto? E kush do qetësi në këto kushte? Lugët heshtin, por tensioni rritet. E katërta janë fëmijët, mjeshtrit e vegjël të kaosit të ëmbël. Fëmijët kanë një radar të brendshëm që u thot, tani është momenti për të hedhur nga karigja, për të hedhur kosin mbi tavolinë, ose për të thënë ndonjë fjalë që e kanë dëgjuar në TikTok. Dhe kjo jo me keqdashje, por sepse ata duan vëmendje. Nëse se marrin për mirë atë çast që duan ata, kërkojnë për ta bërë në rrugën më të keqe. Shembull praktik për shembull.
Ua, po pse more lugën time, ajo ishte e imja. Mami, po pse babi e kapi gotën si unë do i ta ha vetë në dhomën time. Ndërsa prindit përpiqen të ruajnë kontrollin, tensioni bëhet gati i prekshëm. Vetëm dhe një fjalë dhe nervat e mia do shpërthejnë. Kjo është mendjen e prindërve. E pesta është mungesa e rregullave të heshtura. Në shumë familje nuk ka ndonjë marrëveshje se si të sillen në tryezë. Dikush ha në këmbë, dikush ha në divan, dikush me kufje në vesh, dikush me një laptop të hapur. Rezultati, askush nuk e merr seriozisht momentin e ngrënies si kohën që duhet t'ia kushtojmë njëri tjetrit. Dhe kur njëri provon të vë rregull, ndodh shpërthimi. Tani u kujtove për të vënë edukatën tim? Të vi turp, që i vërtet gocës. Tani që është gati për të ngrënë, sa po kapi lugë. Ulu të hash dhe mos bëj si drejtor shkolle këtu tani. E kemi kuptuar pra. Edukata në tryezë nuk mësohet me britma, por me shembull dhe koherencë që shpesh mungon. E gjashta është ironia më e madhe. Luftojmë për të qenë bashkë. Ajo që është më prekse dhe njëkohësisht më qesharake është se të gjitha këto grindje ndodhin sepse njerëzit janë bashkë. Sepse ka nevojë të dëgjohen, të pranohen, të kuptohen. Në një farë mënyre, grindjet në tryezë janë si thirrje të dëshpëruara. Kam nevojë, por nuk di si të ta them. Do më kushtosh pak më shumë vëmendje? Dua që të kujdesesh për mua, por nuk di si ta kërkoj këtë ndihmë. Dhe këto, të përzira me lodhje, pritshmëri, dhe me një pjatë me oriz, të ngjitet në gryk dhe nuk shtyhet poshtë. Dhe krijojnë atë që quhet një recetë perfekte për një dramë familjare. Tani do të flas si ta kthejmë tryezën nga një skenë lufte në një oazë bashkimi. Lërini armët jashtë kuzhinës, telefonat, kritikat, sarkazmat, lërini prapaderës. Mos e përdorni ushqimin si mjet presioni, po se ëngre këtë, s'ka televizor. Fëmijët nuk e harrojnë kur këtë. Qeshni me njëri tjetrin, jo nga njëri tjetri. Ndonjë batutë lehtë, një kujtim qesharak, shpëton atmosferën. Thuaj faleminderit. Dhe nëse buka është djegur pak, është më mirë të hash një tost me dashuri se sa një biftek me inat. Krijoni rituale të vogla. Një pyetje çdo natë, për shembull, çfarë të bëri që të qeshje sot? E ndryshon të gjithë energjinë në familje. Në fund të fundit, nuk është ushqimi ai që na bashkon, por mënyra si e ndajmë atë. Dhe nëse arrim të qeshim bashkë dhe pas ndonjë grindje për specat për shumë, atëherë kemi fituar diçka më shumë. Në një darkë të ngrohtë, kemi fituar një familje që ja del në jetë së bashku. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju mund të bëni dhe komentet tuaja, nëse dëshironi, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë video që unë e her pas herë në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.